Sot një zyrtarisht fushat elektorale për 5 bashkit ku do zhvillohen zgjedhjet në datën 9 nëntor. Vlorë, Berat, Tepelen, Sërike, Mat. Rreth 308.000 qytetarë në 5 njësitë e qeverisjes vendore do të zgjedhin të dielën e 9 nëntorit kryetarët e rinj të bashkive. 13 kandidatë garojnë në këto zgjedhje të pjesshme. Partia Socialiste ka prezantuar 5 kandidatë. Partia Demokratike së bashku me aleatët e saj kanë zgjedhur të marrin pjesë në këtë betejë me kandidat pavarur. Shqipëria BE do të ketë kandidatin e saj në Bashkinë e Cerikut. Në Vlorë garon një kandidat i pavarur Gjergjinika e në Mat garon e pavarur Suzana Pasha. Në këto zgjedhje janë regjistruar 6 parti politike, përveç Partisë Socialiste e Partisë Demokratike janë regjistruar gjithashtu Partia e Lirisë, LZHK, Lëvizja e Legalitetit e Shqipëria BE. Në zgjedhjet e 9 nëntorit votohet vetëm për kryetarët e bashkive, mandati të cilëve do të jetë vetëm një vit e gjysmë, derisa të mbahen zgjedhjet lokale në pranverën e vitit 2027. Vakancat në 3 bashki, Mat, Berat e Tepelen, u krijuan në pranverë pasi 3 drejtuesit e këtyre njësive vendore dhanë dorëheqjen e garuan për deputet për Partinë Socialiste. Vakanca në Vlorë u krijua pas dorëheqjes së ish-kreut të bashkisë Ermal Dreda, ndërsa kryetari i bashkisë së Cerikut Andi Salla dha dorëheqjen pasi mori detyrën e ministrit të bujqësisë.